Mirëmbrëma dhe mirësevini nga unë Tedi Mena këtu në emisionin Qëndrim në East TV USA. Jemi mësuar shpesh herë javë për javë duke bërë opozit kundër pushtetit, po nga njerë është nevoja që të shikojmë edhe t'i kthejmë sytë edhe nga vetja në mënyrë që të bëjmë më mirë për atë dheun dhe për të ardhmen tonë. Jemi në një pikë shumë kritike për vendin tonë sot, ku shumë shqiptarë largohen masivisht, numri vazhdon bie, sigurisht ai zëvendësohet edhe nga të huajt që vinë nga vendet e Europës dhe Azisë, vendi ynë shpopullohet dhe askush nuk merr përgjegjësi për këtë. Vazhdojmë me të njëjtat gjëra, i dëgjojmë ditë për ditë, të njëjtat vjedhje, të njëjtat lajme, të njëjtat vazhdimsi, por shohim që nuk ka rezultat në elektorat. Shohim që edhe votat diasporës nuk arrit të japi asnjë ndryshim, për më tepër fatkeqësisht në përqindje e përkeqësoj punën. Ndaj, për këtë temë, për të kthyer syt nga vetja në një mënyrë më të brendshme brenda partive opozitare ose më saktë partisë më kryesore opozitare aktuale, Partisë Demokratike, kam këtu në studio Mark Sallakun, i cili ka qenë kryetar i PD-s në qarkun e Lezhës edhe antar i Këshillit Kombëtar të kësaj force. Do ta kem këtu në studio, i cili do të ndaj pak edhe eksperiencën e tij brenda Partisë Demokratike dhe si ai ndihet sot duke parë PD në këtë gjendje dhe çfarë mendimesh ai ka për qoftë për përmirësimin e Partisë Demokratike, po qoftë edhe për Shqipërinë se si po shkon krejt situata politike dhe krejt ai sistem që prodhon këta dhe njerëzit që ne kemi sot. Falenderoj që ke ardhur këtu mes nesh. I përshëndesim mbi shqiptarët që na ndjekin. Unë do të dëshiroj që ti ta bëje hyrjen me një mesazh për rinin njerë dhe pastaj mund dalim në çdo lloj teme, se kjo është detyrë. Në radhë parë, mirë se të gjeta, faleminderit për ftesën. Duhet përgëzoj televizorin tuaj sepse ka qenë vërtet një zonë komunitet, por edhe më gjanë se sa në komunitetin këtu në Michigan, dhe për këtë ju përgëzoj dhe është detyra çdo patrioti shqiptar dhe çdo intelektuali shqiptar që për vendinjen gjithmonë të mos kurse edhe të jap kontributin aq sa mundet dhe në formën modeste apo edhe më të madhe. Në radhë parë do të bëj një thirrje rinisë shqiptare sepse unë sapo vi nga Shqipëria, isha para 2 javë u ktheva nga Shqipëria, që të mos e braktisin vendin. Sepse Shqipëria vërtet është ajo që ju thatë, në mënyrë masive po braktiset nga truri, po braktiset nga rinia dhe nga e ardhmja e kombit. Dhe ajo që mua më shqetëson më tepër është kjo, që Shqipëria mos 15 vjetëve do të jetë një kolaps. Në qoftë se do vazhdohet me këtë trend, do të jetë në një kolaps. Nuk do ketë forcë punëtore. Nuk do ketë njerëz që do kontribuojnë për pensionet e shqiptarëve, se sot Shqipëria ka rreth 800.000 pensionistë. Pra, është një dramë që do ta përjetojmë më keq në qoftë se sot nuk do të kthehemi të shohim me vëmendje në radhë parë klasa politike, por dhe çdo qytetar dhe çdo patriot. Ndoshta për dikën mund të jetë disi edhe jo shumë e fis me fjala që ne themi se ne jemi largu për vete, por jemi largu në kushte rrethana të tjera, por prapë ne kryt e kemi mrapa nga Shqipëria dhe syt e kemi mrapa sepse në fundit vendindja ngelet vendindje dhe neve na dhem ajo pjesë që kena kalu rinin ton, jemi formu, jemi rrit, kemi kontributet tona dhe kemi dhe njerëzit tanë, kemi dhe pronat tona, kemi dhe gjithçka sepse në fundit na kudo që t'jemi, në radhë parë do t'jemi shqiptarë, mësë në amerikanë, francez apo gjerman. Pra bëjë thirrje rinisë mos e braktisin, sepse është në një moment të vërtet delikat problemi i çështjes tonë kombëtare. Te ky parashikimi, cilën unë e ndaj me ty për të ardhmen e Shqipërisë, gjithmonë nëse vazhdojmë me këto ritme. Natyrisht. Ne jemi këtu që këto ritme mos vazhdojnë kështu por t'i ndrojmë. Por parashikimi nëse vazhdojmë me këto ritme është ai që ju thatë. Dhe për këtë arsye unë kam thënë madje në një tubim që u bë këtu para ca kohësh që mos i se nuk mund ta them për veten se unë nuk kam fëmijë, po mos i mallkoni fëmijët tuaj duke mos reaguar dhe duke i bërë këta fëmijë që në të ardhmen të shikojnë me sy këtë eskalim të shkatrimit atë dheut. Sepse në të ardhmen fëmijët do të shikojnë me sy zhduken atë dheut, rrezikimin për zhduken atë dheut, sepse po largohet çdo shqiptar nuk është më tokë e shqiptarëve, po bëhet tokë e disa pushtetarëve dhe disa punëtorëve që vijnë nga vende ndryshme të botës. Shqipëria duhet mbetet e shqiptarëve. Dhe këtë gjë nuk do e shihni ju me sy. Këtë gjë do e shohin brezat. Dhe ju do punoni për këta breza, sepse ajo do jetë pika më e tmerrshme. Nëse arrihet që larg qoftë gjithmonë dhe ne prandaj jemi këtu sepse ne shpresojmë. E kuptojmë vështirësinë, nuk ose nuk jemi realist, por do luftojmë patjetër për tokën tonë. Patjetër që jam dakord me gjykimin tënd dhe çdo shqiptar, po përsis prap duhet ta ketë këtë mendësi dhe duhet ta bëjë këtë thirrje. Por ajo që mua më shqetëson më tepër është sepse klasa politike shqiptare gjatë tyre 35 vjetëve në mënyrë shumë
më të madhe sot, me fjalë qeverisja nga rilinja demokratike, i ka kushtu vëmendje vetëm korrupsionit, i ka kushtu vëmendje vetëm pasurimit të një klase të vogël, të një grupi të vogël, dhe nuk ka menu fare për sa i përket asaj që kush është kryesore për të ardhmen e një kombit. Punësimi, ekonomia tregut, zhvillimi ekonomik, zhvillimi i arsimit, krijimi mundësive që rinia të jetë aty. Por kjo klasë politike nuk e ka pas në qendër të mendjes, por e ka pas në problem dytësor apo tretësor. Dhe sot më shumë se sa asnjëherë tjetër, në këto janë larguar rreth gati 1 milion shqiptar në 13 vitet që qeverisë Partia Socialiste. Natyrisht që ka pas largime edhe më përpara. Unë jam largu në 2001-shin, fal. Pra ka pas edhe përpara dhe do ketë, por në mënyrë masive ka tani. Dhe për mua personalisht është faj dy forcave kryesore politike që kanë qeverisë vendin. Sepse nuk është fillu siç e bani të gjithë Evropa lindore, nuk është kthy prona në Shqipëri. Po marrim thjesht unë vim nga fusha bujqësisë, që jam i specializuar. Vim nga fusha bujqësisë. Shqipëria në vitin 1945, kur ka është bën 46 që është bërë reforma agrare, që ka ardhur pushteti i Enver Hoxhës, komunist, ka pas rreth 350.000 hektar tokë. Sot të punueshme, tokë të punueshme që quhet tokë që u kultivohej. Sot ka rreth 700.000. Pra janë shtuar me tharjen e knetave dhe me format e tjera janë shtuar dhe 350.000 hektar. Pra në kohën kur u bë reforma që u shpërnda toka, ishin edhe 350.000 hektar tokë që ti mund të kompensoshe pronart, mund të ktheshe, mund të jepshe pronën gjithkujt, dhe 350.000 kishe prap që të shfrytëzoheshe atë pjesën që ishte 70% fshati, normalisht. Unë e kuptoj atë pjesë që ishte fshat. Por, që aty ishte e kundërta asaj që bani Evropa lindore, e kundërta asaj që duhet bëj, sepse nuk u mendu për kapitalizmin. Ne kemi ndryshuar sistem, por nuk kemi ndryshuar asgjë tjetër. Është i njëjti sistem me një qeveri tjetër. Pra nuk është kthy prona, ajo që është baza e kapitalizmit, atëherë se si mund ta zhvillosh ti vendin kur nuk e kthy pronën. Me gjën në kompanitë më të mëdha të planetit që ka investuar në Shqipëri. Ma gjën një. Qoftë evropiane, qoftë amerikane apo diku tjetër. Ma gjën një. Pse? Sepse nuk është kthy prona. Dhe kapitali i huaj nuk shkon të investojë në një vend kur prona është pending, siç i thonë këtu. Pra, se ka pasiguri. Se ka pasiguri dhe në fundit pra klasa politike nuk ka menu për këtë, por ka menu vetëm për pasurimin e një pjesë të vogël njerëzish dhe ka menu për pushtetin. Sepse në Shqipëri pushteti, sidomos këto vitet e fundit, pushteti është parë si diçka për të përfituar dhe jo për të shërbyer. Dhe ky është problemi. Sepse qeveritarët nuk e kanë quajtur veten dhe nuk e quajnë veten si shërbëtor të popullit, por e quajnë si sundus të popullit. Dhe popullin e kanë përdorur në këtë formë që do ta marrim me pak gjana dhe do të shohim interesat tona. Kemi edhe pasoja, flasim pak për pasojat e kësaj. Sa të vrarë kemi deri më sot afërsisht për problemin e pronave? Sipas statistikave mund të jenë vrarë rreth 7.000 vetë që nga natën ishi. E deri më sot 7.000 vetë janë vrarë vetëm për pronën, për konfliktin e pronës. Pra, kjo është përgjegjësi jo e qytetarëve shqiptarë. Është përgjegjësi e klasës politike. Është përgjegjësi atyre që kur e ndrojnë sistemin nuk vendosen për ta kthy pronën. Dhe në qoftë se ju jeni ri dhe nuk e kujtoni, në qoftë se në atë kohë kur u bë ndarja e tokës, Shqipëria kishte 70% të popullsisë në fshat dhe krijonte një krizë, realisht një krizë ekonomike, por kthehemi sot 35 vite mrapa. Sa përqind e tokës shqiptare punohet? Cila është arsyeja që bujqësia është dega bazë ekonomike? E para është kanë bujqësia deri më sot. Ndoshta ja ka kaluar ndërtimi sot se pastrohen paret, dhe po pastrohen paret e gjithë Evropës që dhe kjo është një fakt. Unë isha tash. Skandal, pallate pafund. Dhe ku shkojnë? Dhe unë e kuptoj se është një pastrim i mirëfillt paresh që bëhet. Pra, ishte dega bazë ekonomike bujqësia. Sot është më shumë se gjysma tokave të Shqipërisë është djerr, është e pamjellur. Pse? Sepse është politika që kanë ndjek qeveritë shqiptare që nuk i kanë dhënë vendin e duhur dhe nuk e kanë trajtuar pronën ashtu siç e trajton gjithë bota. Prona është e shejtë, nuk ka kapitalizëm pa pronë private. Përveç pronës, me që hym tek bujqësia, po e ndjek këtë, keni
Të flasim pak për mbrojtjen e prodhimit vendas, sepse jemi një shtet i cili sigurisht luftojmë vetëm për interesat personale të disa qeveritarëve për të bërë disa pazare. Dhe çdo gjë fokusohet te këto pazare që bëhen. Po marr një shembull. Plantacioni i mandarinave që është në jug të vendit. Është Konispol, në mos gaboj, është më i madhi që kemi në Shqipëri. Po. Zona Borshit e Sarandës. Tani, sigurisht doli një lajm nga qeveria për problemet që kishin produktet në lëndë të dëmshme. Me pesticide, betje toksike. Toksike. Nuk u tha se cilat produkte ishin. Pa ishin produkte të ardhura nga jashtë, apo ishin produkte vendase. E para, në radhë parë, në procedurën e dhënies së lajmit për këtë punë, Ministria ka detyrë të japë se cilat produkte kanë pasur këto lëndë, në mënyrë që mos t'i kryej dëm tregut që nuk ka faj. Në rastin konkret, ne kapim plot produkte që vijnë nga jashtë, që i kanë këto lëndë të dëmshme, duke dëmtuar kështu punën e fermerëve vendas. E para. E dyta, kjo shkakton presion për çmimin tek këta fermerë, sepse duke këta do kundërpërgjigjen ndaj kësaj duke lëvizur çmimet. Tani një shtet i cili shkakton presion të tillë për çmimin, prap nuk e shoh kapitalizmin këtu. E treta, nuk certifikojnë dhe nuk pranojnë përgjigjet ose më saktë pranojnë përgjigjet e laboratorëve që duan ata. Pra do shkosh ti te laboratori që njoh unë. Që ka certifikuar vetë. Që e kam certifikuar unë se ai dua unë. Po. Jo sa ai tjetri është më i keq, po ky është miku im. Do shkosh te ky do më bëj analizë si duan. Po. Ndërkohë ti kur shkon te ai, jo vetëm që i çon parat, ato para janë pak që çohen te miku i tij, ai i bën analizat si do ai dhe nxjerr prap atë që do ai. Tani unë nuk shoh kapitalizëm këtu. Është e vërtet kjo që thoni ju dhe fatkeqësisht. Mora një shembull, po jo, fatkeqësisht sepse një nga shembullet me që rastisa unë i fushës bujqësisë dhe u prezantova se jam realisht i asaj fushë, një nga problemet më të mëdha është ky që prodhimi vendas nuk mbrohet në Shqipëri. Në të gjithë botën, natyrisht ne sot nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Ne pretendojmë të hyjmë, po pretendohet të hyjmë. Nuk e di. A është e sinqert, klasa politike don të hyjë apo jo, por populli shqiptar don të hyjë në Bashkimin Evropian. Shqiptar duan, sepse ne kemi ëndër, jemi pjesë e Evropës dhe duam të jemi, por një nga arsyet që ne duhet ta mbrojmë më fort se sa kurrë prodhimin vendas është jo vetëm të nxisim pulsimin dhe të rrisim nivelin ekonomik të fshatit, por është edhe pjesa që ne sot nuk jemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe ne nuk na dikton Bashkimi Evropian se do pradhosh këtë, se nesër kur të jemi pjesë, natyrisht që ne do futemi në politikat globale të Bashkimit Evropian, që bie fjala Shqipëria do prodhoj mandarina, do prodhoj patate zona e Kuksit, e Korçës apo diçka tjetër, pra sot duhet ta mbrojmë prodhimin vendas për të nxitur këtë, por dipse nuk e mbrohet sepse dikush ka ekskluzivitetin për fut mandarinin nga jashtë, dikush ka për të fut qepën nga jashtë, dikush ka për të fut mistrin nga Serbia që del me probleme sot që edhe qumshti në lop e fermerëve shqiptar del me metje toksike sepse vjen mistri apo gruri që blihet në Serbi që ka mbetje toksike të pesticideve që janë mbi normat e lejuara të Bashkimit Evropian e tjerë dhe kjo është politika sepse është korrupsioni ai që e bën këtë. Janë politika që ndjeqin. Pra, dhe shteti nuk vedor, sepse është ajo që ju thoni, se shtetin nuk i intereson. Ajo po intereson që dikush të fuqizohet edhe nesër të paguaj pare për të blerë vota, apo të paguaj pare për të nxjerrë një deputet, apo diçka tjetër. Por kjo është një politikë që është njek në përgjithësi, jo vetëm për prodhimet bujqësore, apo tjera. Ne e dim kur shkon në Shqipëri, hekurin e ka filani, qementën e ka filani, pra që i marrin nga Bullgaria që e fusin nga jashtë kanë ekskluzivitetin. Dhe më kujtohet në 98-ën mas gaboj, apo në 99-ën, diçka të tillë, kur ishte kryeministër Ilir Meta, Likja, Floriri, që ishte edhe Ala Tejoni, që sot është i arrestuar. U ban dy ministra, një Pret Zogaj dhe një tjetër Zef Preçi. Është koincidencë se unë i njoh të dy personalisht dhe nga zona që unë vi, ke parasysh, dhe mas 6 javë u hoqën. Dhe di pse u hoqën? Sepse Zef Preçi u bë ministri i ekonomisë dhe energjetikës. Është një ndër financierët më të mirë që ka Shqipëria realisht sot. Edhe ai i tha, "Ore zotëri, tha, ne kemi nevojë të blejmë karburant po. Atëherë ta hapim tha tregun. Pse duhet ta kenë 5 kompani që ta bien naftën nga Greqia, Middle East, kudo që do merrej." Ai tha, "Jo, tha, ti hekin këto se ato kishin vu
se më kujtohet mirë, duhet kesh kaq milion në bank të futme, garanti financiare për këtë, duhet kesh kaq cisterna etj etj. Jo, zot një, po nuk mundet, pse ti liberalizo tregun, a jeni fut në ekonomi të tregut. Dhe i hoqen, mas 6 javë e hoqen zepin edhe tjetrin. Pra, e kam fjalën që është ajo që dikush e ka eksklusivitetin e kësaj dhe qeveritarët janë pas tyre njerëzve. Absolutisht është korrupsion i pastër dhe është dashakeqje për ekonominë shqiptare. Tani, se edhe kur e bëm në hyrje, i dhanë fjalë njerëzve për diçka. Mirë kjo, opozita ku pozicionohet përballë këtyre problemeve. Jo vetëm të bujqësisë, se ne qëndruam rastësisht pak më shumë te bujqësia dhe shumë tjera, por opozita si pozicionohet ose po ta bëj pyetjen pak më ndryshe. Si e shikon klimën brenda Partisë Demokratike? Një gjë, opozita e sotshme nuk është ajo opozita që duhet ta ndajmë vetëm PD-ja. Opozita e sotshme është më gjatë. Por ne thamë dhe për sa i përket unë do flas për pjesën e PD-s që unë kam qenë pjesë dhe vazhdoj të jem pjesë dhe do të jem pjesë e saj, pavarësisht se unë jam shkuar dhe jetoj këtu, por unë do të jem pjesë e PD-s gjithjetën, sepse këto janë bindjet e mia, janë idealet e mia dhe nuk ndryshojnë, me të mirat dhe me të këqijat, në çdo moment që ka PD-ja. Por po ta shohim në krahasim në raportin mes dy forcave kryesore politike, politikat ekonomike të PD-s kanë qenë shumë më pozitive, shumë më të mira se sa janë sot. Programet e Partisë Demokratike kanë qenë shumë më të mira dhe do të marr vetëm një shembull. Në kohën kur ishte qeverisja e Partisë Demokratike 8 vjet, janë mbjell me miliona rraj ulli në Shqipëri. Dhe ato sot janë në prodhim. Është e subvencionu, siç subvencionohet bujqësia për shembull në gjithë botën, është subvencionu. Dhe nëse e kujton para 2-3 viteve çmimi i vajit të ullirit në Shqipëri sepse nuk ishte treg. Ndoshta është edhe kjo që tham përpara niveli pesticideve që tregu i huaj ndoshta edhe korona nuk pranon, por politikat e Partisë Demokratike për sa i përket bujqësisë dhe në shumë aspekte kanë qenë shumë më patriotike, kanë qenë më shumë për ekonominë shqiptare dhe kanë qenë shumë më të mira dhe më të fuqishme se sa janë sot këto. Sot zotin nuk do di kërkush fare për sa i përket asaj që është prodhim vendas, po marrim thjesht shembull. Ndërsa Partia Demokratike në kuptimin e kësaj ka qenë më fleksibël, pavarësisht që Partia Demokratike për mua marr përgjegjësinë për sa i përket kthimit të pronave. Partia Demokratike në 92-shin duhet ta linte hapun për një periudhë caktuar me problemin e tokës dhe të jepte zgjidhje përfundimtare të kthehej toka tek Zoti dhe sot do të ishte një shpëtim tjetër. Edhe Partia Demokratike në këtë pikë ka gabu, ka dështu dhe sot ndoshta po vune edhe pasojat e kësaj. Dakor, po sot dua të di sot gabimi që po ndodh sot, se sigurisht që që kur u krijua forca, një prej objektivave kryesor ishte e du Shqipërinë si gjithë Evropa do kthejmë pronën. Do kthejmë pronën. Kështu që sigurisht që nëse ti e themeluar me këto objektiv dhe ai nuk është bërë deri më sot, quhet dështim. Po. Por le të flasim pak për klimën brenda partisë së sotme. Pra jo për objektivat, për klimën e brendshme të partisë. Për kryesinë, për personat që drejtojnë, për gabimet, për atmosferën e brendshme, ose qoftë edhe një djalë i ri. Si ndihet sot, sa i motivuar ndihet sot, të bëhet që ka ambicie për të bërë politikan, sa i motivuar ndihet sot për të bërë pjesë e Partisë Demokratike. Ja, shumë e thjeshtë. Kjo është. Realisht para se sa dal tek pyetja jote do të kërkoj ndjes, por nuk mund lej pa përmend se si funksionon klima politike në Shqipëri. Në Shqipëri realisht jemi para vërtet një situate, një regjimi që përdor gjithçka për të marrë pushtetin siç është Edi Rama. Me drogën, me korrupsionin, me bandat, me të gjitha format, me patronazhistat, me të gjitha format dhe kjo është e ditur, kjo është publikisht. Po. Dhe për këtë thjesht i bindur që 80% e shqiptarëve janë të bindur. Demokrat po, por 80% e shqiptarëve, por problemi që mu më shqetëson si ish drejtues dhe si pjesë e Partisë Demokratike është reformimi jon i brendshëm. Ky është problemi. Marrim thjesht vetëm një shembull. Të gjitha këto që tham janë vërteta që do i bante Edi Rama dhe i bani për të marrë pushtetin me të gjitha format. Por kush është problemi jon? Problemi jon ishte që këtë kod zgjedhor e bëmë ne, e bani Partia Demokratike. Dhe ky ishte një autogol i madh. Koalicionet që pretendoi Partia Demokratike që bani para zgjedhjeve të 2025-s ishin shumë për të lanë me dëshiru. Jo vetëm futja e Ilir Metës, partisë Ilir Metës, por edhe disa parti gjasma, parti që
nga një herë shkojnë edhe në nivelit qesharak, sidomos për ju rinin, si që është ai Kujtim Gjuzi, apo ai Jani Sheri që është një tjetër. Pra këto ishin në nivel, edhe kjo është fali i leadershipit shqiptar, i Partisë Demokratike. Nuk është fali i strukturave të Partisë Demokratike. Edhe problemi tjetër që mu, sot, që mendoj që duhet i bajnë analizë dhe nuk ja ban Partia Demokratike realisht analizën, është sepse në zgjedhjet e 2025 hyre me 85% të listave të vitit 1913. Janë po të njëjtit njerëz që janë 12 vjet më të vjetër, janë 2013. Fal, 2013. 1913. Ka qenë më mirë parlamenti atëherë. Ka qenë më mirë. Ka qenë më mirë se sa i sotshmi. Se shkon goja nga herë njes publikut, por falenderoj për korrigjimin. Pra në 2013 ke fut ato njerëz që futen 2025 që i ke 12 vjet më të vjetër, 12 vjet ndoshta me shumë eksperiencë për dikant, por dikush është më i vjetruar, dhe ti në 2013 ishe humës dhe pranove humjen, dorëzove pushtetin, natyrisht në mënyrë gentilmente e bane, sepse është rotacioni normalisht, por ti nuk mund të kthesh me këtë listë dhe nuk mund t'ju kërkosh trive përfaqësim kur ti i lën jashtë. Ti nuk mund të kërkosh trive angazhim kur ti e mbyll partinë. Dhe marrim sot një moment që jemi. Një lëvizje që ka filluar brenda e Saljanit. Natyrisht, personalisht nuk e njoh Saljanin, por e di që ka pas kontribut te Partia Demokratike. Dhe sot ai shkon dhe kërkon hapjen e Partisë Demokratike, që është e domosdoshme hapja e Partisë Demokratike. Pra ai kërkon afrimin e rinisë. Por rinia duhet të afrohet duke njoft kontributet. Dhe një gabim tjetër që PD-ja e bani ishte me primaret. Tha do të jemi parti konservatore, do ta bëjmë si konservatorët në prandim në Amerika, në Angli, dikun tjetër, po. Në fundit i shkeli. Dhe këtu fillojnë tash ato problemet e mbrëmshme tonat që duhet i shoh Partia Demokratike dhe duhet i shoh me realizëm. Nuk është problemi i një individit. Është i gjithë leadershipit aty. Tani, se më the 6 probleme. Nuk më le hapësirë bashkëbisedimi. Dhe po i marr me radhë. S'ka problem. Se i mbaj mend shumë mirë. Por do ta marr mbrapsht radhën. Patjetër. Do ta marr në fund jo tek përfshirja e të rinjve, do të marr pak shembullin ose po e nis nga në fakt problemi më i madh që besoj unë se kemi sot, përsa për kësaj klime, si është kodi zgjedhor. Tani, nuk do të merrem me gabimin për kodin zgjedhor. Gabimi kaloi. Në politik nuk ka pendesa, jo, sepse ka reflektim. Ka reflektim, nuk ka pengesë. Nuk ka pendesa. Jam dakord me këtë. Po e zëm sikur janë penduar. E zëm sikur pranohen pendesat. Ta marrin pak rastin. Konkretisht, unë di që Sali Berisha dha fjalën se nëse do të bëhet një tentativë për të hapur listat, flas para se të hapeshin, para se të hapeshin me 2/3. Po. Do ta përkratë këtë gjë. Këtë ja ka dhënë fjalë publike, nuk e mbajmë në televizionin. Por është një qasje e cila bënte sens për të treguar reflektimin e gabimit që ndodhi. Erdhi momenti për hapjen e listave. Nuk e pam për krajin që donim shikonim nga Partia Demokratike për të shuar këtë proces deri në fund. Pam disa përfaqësues të Shqipëria bëhet, që hyn këtij procesi, ata donin ta bënin 100% hapur, nuk e bën dot, e bën me 2/3. Nuk i la kodi. Nuk i la kodi. E bën me 2/3. Tani, unë jam dakord me këtë. Isha pro kësaj. Do doja të ishte 100%, po 2/3 është u bë një përmirësim, më thënë. Tani, ti si Parti Demokratike, pse nuk e tregove reflektimin tënd duke ndihmuar këtë proces? Po nuk dua të di pse, sepse nuk ju a bëj dot juve, pse duhet ja bëj atyre. Juve ju bën një pyetje tjetër. Unë besoj se Sali Berisha është një politikan shumë i aftë dhe shumë inteligjent. Patjetër. Po në këtë pikë ku ne flasim, kjo që them unë është sharje për të. Pse? Se kur ti je inteligjent, do të thotë që nuk ekziston fakti që ti nuk e kuptove ose ti bëre një gabim strategjik. Unë pyes cili ka qenë qëllimi, se këtu ka diçka që ka ndodhur me qëllim nga brenda. Se nuk e bën Sali Berisha këtë gabim, aq më tepër mbas eksperiencave të gabimeve që kanë kaluar. E kam pa mundur ta pranoj. Mund më marrësh Bashën, do kisha thënë po. E ka bërë gabim se aq di, aq bën. Po Basha s'ka qenë kur kryetar partijet. As i ditë s'ka qenë, por supozoj se ishte. Po supozoj, po të më thoje për të thoja në rregull. Po të më thoje Zegjineja e ka bërë gabim, thoja, okay, e ka bërë gabim me shkreta, aq di, aq bën. Berisha them nuk e ka bërë gabim. Tani unë
të pyes ty për qëllimin që kanë dallor, sepse kjo ka shumë të bëjë me etikën e cila ndikon në reputacionin e besueshmërisë. Prandaj ta bëj këtë pyetje ty, për mendimin tënd, patjetër. Natyrisht për mendimin tim, ky është gabimi më fatal që Partia Demokratike e bani këtë kod dhe e bani për interesat e saj të ngushtë, atë një grupi të ngushtë njerëzish. Lëra kur e bëri, flas sot. Ndërsa prit, aty do dal. Ndërsa sot është prap Partia Demokratike që pretendon bashkimin e opozitës dhe opozita tjetër e kërkon këtë që ju thoni dhe me të drejtë hapjen e listave. Dhe Partia Demokratike nuk po reflekton, sepse do të mbajat binomin dy partijak, atë marrëveshjen e 2008-s që për mua ka qenë shkatrimi i kushtetutës dhe demokracisë shqiptare, sepse sot që flasim ne, kemi në listat e Partisë Socialiste dhe Demokratike 88 deputet që vinë nga listat e mbyllura. Është e kundërta asaj që ju thoni, se teorikisht është ajo që janë të hapur 2/3, por praktikisht janë të mbyllur në 2/3. 88 deputet sot janë me listat e mbyllura nga dy partit, nga 140 që ka parlamenti shqiptar. Pra, Partia Demokratike ishte pragmatiste dhe pa interesin e ngushtë të një grupi të caktuar njerëzish në atë moment. Dhe deshi që partitë e vogla, natyrisht, ti eliminonte, të marrte atë që donte të marrte që i futin në listat, që për mua prapë është gabim, kesh me diun e tjetrin, në listave tuaja lejo të kandidoj vetëm. Por sot nuk po reflekton dhe kjo më lën të dyshoj sepse duan që të majnë atë binomin edhe një ditë do vim PD-n po shteta, ditë që do vim do marrin ne do lënta. Por kjo është keq për demokracinë shqiptare dhe është keq për Shqipërinë, sepse vazhdon qeverisja e Edi Ramës që po bën ato që thamë përpara, çpopullimin e tjerë, sepse opozita nuk është në nivelin e gatshëm për ta marrë pushtetin. E di pse u ndala te kjo pjesë, se në fillim të kësaj pjese të bisedës të bëra pyetjen sa i motivuar është një djalë i ri hy. E di pse u ndala te kjo pjesë, ja e them unë. Po, dua të futem politik. Nëse unë dua të futem politik, nëse unë shoh një parti që më jep mundësinë që unë të kandidoj vetë dhe të votohem vetë, më aq punë sa bëj unë motivohem, sepse ndjej pavarësinë time dhe kam meritokraci. Patjetër. Ndërsa kur shkoj në një vend ku duhet me njoh kryetarin ose me duhet njoh një nga kryesia ose nëse nuk e kam një rast specifik, e kam në parim një gjës. Unë nuk hyj dot. Pse? Unë jam djalë i ri, unë normal që me atë që është 50 vjeç, që i ka bërë një 2-3 pazare me 100 milion veta, unë do të dal poshtë. Ai do hyj edhe unë rri poshtë. Dhe këtu unë demoralizohem. Dhe ky demoralizim bën angazhim më të ulët të trinjve në këto struktura. Tani ne kemi nevojë sepse ne po flasim për të mirën e opozitës. Dhe të Shqipërisë. Dhe të Shqipërisë. Sigurisht partia në pushtet mund ta bëjë këtë lojë, të mbaj atë që ka. Po. Nëse ajo do ta bënte këtë lojë, e kuptoj, sepse e ka pushtetin vetëm do ta mbaj. E justifikon. E justifikon. Ndërsa opozita nuk e justifikon këtë lloj menaxhimi i risku. Opozita duhet ta marrë këtë risk, të hyjë para njerëzve që të grumbullojë sa më shumë trurin e të rinjve, aq më tepër në disa zgjedhje të cilat përfshin dhe mërgatën, që mund të merrje akoma dhe më shumë, sepse mërgata ju nuk po flas për manipulimin e votave. Manipulimi e votave është një nga faktorët. Mërgata nuk u angazhua. Jo. Kjo është pas këtu spatem organizim. Ju e dini. As këtu në Michigan spatem organizim. Erdhen 2-3 vjet PD-s, nuk bën organizim tamam as siç vetëm erdhen, siç thot populli, më ka qenë nana me logojen. Kaç ishte? Ishte gabimi i PD-s. Unë jo kam thënë atë. Disa qindra vet nga PD-ja, disa qindra nga Shqipëria B, disa qindra nga Partia Mundësia, po marr gjithë të vend për vend u bën disa qindra. Tani ne po flasim për miliona shqiptar. Dhe nëse këta njerëz do ta donin vërtet ndryshimin, do ta bënin. Tani, ky është problem edhe njerëzve. Unë nuk e heq dot, sepse ai që e ndjen për adeun, të paktën kur të vjen vota ndër shtëpisë, ti e fut atë X-in. Nuk je dakord me PD-n. Vërja mor një parti tjetër opozitare. Nuk je dakord as me partitë e reja. Vërja Elena Kocaqit, vërja çoe votën kundër për të decentralizuar pushtetin të paktën. Nuk se do votojun për një nga partitë e vogla dhe do dalu kryeministër. Nuk del kryeministër, po thjesht unë bëj një rol për të decentralizuar pushtetin. Jap kontribut ose voto të keq më të vogël. Mendohesh si të duash logjikën. Nuk u bë. Tani është faji i këtyre njerëzve, është një farë mungese patriotizmi, është një farë mpirje, është. Po do ta lëm atë pjesë, sepse jemi tek çfarë po bën opozita për ta tërhequr këtë potencial. Dhe për ta tërhequr këtë potenciali, ne duhet të sillemi ndryshe. Tani, si mendoni ju? Unë mendoj. Si duhet, pa cilat do ishin disa ndryshime që ju shikoni, që PD-ja duhet bënte për t'u parë nga sytë e të rinjve si një ndryshim, pra një frymë e re e brendshme. Me që më përmend edhe rastin e Salianit dhe prandaj e bëra lidhjen në këtë mënyrë.
të kuptova totalisht dhe jam dakord me atë që çfarë ka ik, por ajo që është kryesorja e ardhmja, ne për këtë po flasim, se çfarë duhet bë mirë. Kryesorja që Partia Demokratike duhet bëjë sot është analiza e brendshme, duke e lënë pjesën e jashtme. Analiza e brendshme për të gjitha këto. E para, në mënyrë direkte, urgjente, duhet të dalë të kërkojë falje të gjithë shqiptarëve për kodin e 2008-s. Dhe thotë, ishte gabim që s'duhet përsërit madhe PD-ja s'duhet ta bëjmë akord. E dyta, hapja e Partisë Demokratike. Sot në opozitë ti nuk e ke luksin të përjashtosh apo të largosh, por duhet të afrosh njerëz me këtë dhe të thush, meritokracia do të jetë e para. Ai njeri që ka vlera, ai njeri që bjen njerëz, ai njeri që bën propagandën e PD-s, ai njeri që është i respektuar në komunitet, ai njeri që ka vlera intelektuale në fushën e tij, është i njohur dhe ka ai zotëri është i mirëpritur dhe atij do t'i hapën dyert. Dhe leadershipi i Partisë Demokratike, duke filluar nga Berisha dhe pjesa që rrin afër tij, një grup që për mua nga niveli intelektual janë me Berisha njishi, ato janë 99 vende bosh, masandaj fillon i Qina në nivelin intelektual, dhe për mua vlerat e një burri shteti janë nga njerëzit që marrin afër, nëse ti marr njerëz të këtij nivelit, por nuk je i sinqert me njerëzit që ke rreth, po marrin to që i ke besnik. Pra duhet nga Berisha dhe ky grup i afër duhet të rriqen mbrapa, duhet hapën krahun dhe duhet tonë. Partia hapet, duhet futemi në një proces përbashkimi, sepse janë me mija, jo me qindra, me mija intelektual, të nivelit të moshës tane, më të ri, me pak më shumë në moshë, që kanë vlera dhe presin dhe bashkohen te Partia Demokratike. Por, kur ato shohin që dyert janë të mbyllme, kur shohin djalin e Fari Balliut, kur shohin Flamur Noku, kur shohin Albana Vokshin, apo atë Strazimirin, a dikant tjetër, që janë pjesë e listës së Tiranës dhe janë njerëz që rrinë më afër Berishës, ato njerëz nuk kanë hapësina. Prandaj ky është problemi që Partia Demokratike, nëse do kthehet në një forcë reale fituese që të bindë shqiptarët dhe që ta muni Edi Ramën, duhet bëj këtë. Masandaj tjerat janë lidhje me ndërkombëtarët. Nuk duhet paradite të jemi sovranist, masdite internacionalist. Sot themi jo s'duam Amerikën, s'pyesim për Amerikën, nesër themi duhet Amerika. Paradite themi jo Anglia nuk ban, masdite thot Anglia ban, dhe ajo që është më kryesorja është njerëzit duhet të lëshojnë pushtet për të bën shtet, siç është një postulat. Pra të lëshosh pushtetin brenda partisë në radhë parë. Duhet të lëshosh pushtetin brenda partisë, sepse Partia Demokratike dhe Demokrat këto që mu vërtet më vjen keq për ta, dhe unë i pash në protestë që isha, që hajnë gazin lotcellës, që hajnë Sprite-in, që ndoshta shkojnë edhe me parë borx nga rrethet në Tiranë për protestuar etj, janë të 14 rrugash, ndërsa kjo pjesa që unë flas marrin 4 milion lek rrog. Me 4 milion lek në Shqipëri, $4.000, pak më shumë se janë $5.000 sa, jetohet mirë në Shqipëri. Këto i perfekt i kanë rregulluar problemet e vete. Këto që më dhimen janë këto që po të them unë. Atëherë që ti duhet të bësh një hap mrapa vet dhe të lëshosh radhën të gjithëve tjerëve që të vinë ato që e meritojnë, ato që kanë kontribuar dhe ato që duan të kontribuojnë, sepse tash janë me mija si puna jote që duan të kontribuojnë, djali im apo tjetri njerëz të tjerë që i kanë mundësi, janë shkolluar në prandim, kanë mundësi financiare, kanë tona gjanat, por aty është mbyllëdera, sepse tash dalin një grup njerëzish i vogël, që unë i përmenda dhe s'duhet bëhem i përzishëm, që nuk lanë me hyjet ato, jemi ne afër këtu. Pra, leadershipi duhet filloj nga Berisha dhe pjesa do të bëjnë një hap mrapa. Të lejojnë një garë të ndershme, një garë transparente, që në fundit të bashkohen të gjithë të djathtit real. Sepse Shqipëria ka nevojë për ndryshim imediat. Dhe ndryshimi vjen nga opozita. Ndryshimin e bjen opozita. Dhe shpresën e bjen opozita. Dhe një nga arsyet që shqiptarët po kthehen prapë nga fillimi i misionit që largohen është se nuk shohin shpresë të opozita. Opozita nuk ka reflektuar. Dhe opozita duhet të reflektojë. Nuk është çështje një njeriu, është çështje e gjithë leadershipit aty. Duhet në radhë parë të marrin përgjegjësi vetë, masandaj t'i kërkojmë tek tjerët. Është shumë e vërtet. Unë dua një mendim që kam, shoh një gabim tjetër. E para njëherë për të dhënë një feedback, jam dakord me parimin që Partia Demokratike është e demokratëve. Patjetër. Nuk është një ose disa individëve. Është gjithë demokratëve që sakrifikojnë,
që shkojnë në protesta, që japin kontribut, që flasin me njerëz, që çdo lloj pune që bëjnë, dalin nëpër emisione, dalin nëpër rrjete sociale, punojnë, harxojnë një pjesë të kohës rrugës kohës tyre. Sigurisht koha nuk kthehet më mbrapsht. Koha se vetëm gjë që nuk kthehet më mbrapsht. Edhe kjo që na ka bërë ky pushtet në Shqipëri, mbase një ditë ato para mund të kthehen. Nuk do të kthehen gjitha, po teorikisht mund të kthehen. Ndërsa koha as teorikisht nuk kthehet më kurrë. Dhe na kanë marrë kohën. Po, na kanë vjedhur. Dhe tani çka kohë na kanë marrë, ne nuk e kthejmë dot kohën pash. Po ne mund të ndalojmë këtë lloj gjëje që brezave të rinë mos tua marrin dhe mos tua vjedhin kohën. Sepse edhe ai që largohet humbet kohë. Pse do ta nisë jetën nga zero ai? Ai është te niveli 3, ja fuskot. Pse do i shkoj te 0 për të shkuar prap tek pjesa ku ishte? Pra është koha, është mundi, janë sakrificat që këta ja marrin njerëzve, sepse ai pushtet ka treguar që nuk ka dashuri për qendjen njerëzore, pra ka urrëtie për individin njerëzor. Kjo është urrëtie ndaj qendjes njerëzore. Është përçmim ndaj në një grad, domethënë edhe po të marrim shembull diktatorësh kanë pasur disa vlera. Është mendësi komuniste. Është mendësi komuniste. Është po edhe diktatorët komunistë kanë pasur disa vlera që nuk i tradhtonin. Ndërsa këta janë vetëm pazarxhinj. Se dha i diktatori komunist shtetit armik flas në parim, jo joni, në parim. Po, kuptoj. I bënte rezistencë. Po, për të mbrojtën dheut e tjerë gjasme e tjerë, po. Jo më është sot zero fare, sot nuk ka, sot kemi ushtrin cop. Po e diskutoja, sot është e shtunë, dje isha me Shpend Gashin. Po, këtë po diskutonim. Se unë i bëra aty pyetje, ora i thash, pse nuk ka se shumë diktatorë në botë, mora rastin e Maduros në Venezuela, kur ishte? Kishte një farë konflikti me ushtrinë, sepse ushtria ka mbetur me rrymat e Chavezit që ka qenë para tij. Dhe unë i thash Gashit, ora i thash, a ekziston kjo lloj mundësie në Shqipëri, pra që ushtria i kthehet kundër? Jo, tha ai, sepse janë vënë generale që nuk flasin kundër. Kjo në kosto oportune çfarë do thotë? Kjo thotë ti vën në rrezik sigurinë kombëtare. Për pasanin tënd. Pra këtë as ai diktatori komunist nuk ta bënte. Pra dhe Maduro vë këta që janë Chavezit, se të paktën thotë e kuptojnë që ore të mbrojmë paktën ato territoret tona. Pa i jemi bërë më keq se sa ata, sepse ai ideali komunist është i smur. Po ky është këta janë të pa këta nuk ka asnjë lloj zdi. Për mendimin tim kjo është një papërgjegjësi në radhë parë individuale e atyre që janë burra shtetit që kanë marrë përsipër të drejtorin Shqipërinë, sepse në fundit të jesh drejtuesi një vendit është përgjegjësi. Masanaj është privilegj. Ndërsa këta marrin kundërtën. Privilegjin për të përfituar nga pushteti, ato që mund t'i jap pushteti dhe përgjegjësinë e jell. Ti më thuaj sot që flasim në 35 vite, cila forcë politike dhe cila qeveri ka bën analizë për të mirat dhe për dështimet? Kur është bën analizë, u bë mirë apo u bë keq? U bë kjo reformë ekonomike, u bë kjo reformë në arsim, u bë kjo reformë në i dha efektet. U mlodhen me bë analizë një herë? Analiza do të thotë të shohësh ku ke gabu dhe të përmirësosh të mos gabosh më. Po kjo gjë nuk ndodh, sepse tash pushtetin e shohin thjesht privilegj. Unë jam në këtë pozicion dhe unë do bë atë që po kthehena prapë mrapa. Te mbrojtja e prodhimit vendës apo diçka tjetër, tu tregon vlerat tuaja ti se çfarë po bën për vendin tënd, për zhvillimin ekonomik, por pushtetarët tonë për mua pak burra shtetit ka pas Shqipëria dhe ka pas burra xhepit më shumë. Edhe është ajo fjala fishtes ku tringëllon ari, atëherë iken shqiptari. Pra, kanë pa interesat personale më shumë se sa ato kombëtare dhe shqiptare. Po na e kupton, me ritmin e kohës, po na largohen oligarkët, po ikin jashtë për investime. E kanë bërë çka kanë bërë, po ai oligarkët, nuk janë oligark ka Rusia, po siç e quajmë ne në mediat tona shqiptare, në atë fjalorin ton. Ku largohet, po të largohen ata që kanë ndenjur si mbretër. Ai ka bërë monopole, e ka trajtuar tregun si ka dash vet, e ka trajtuar në një pikë sa që e ka vrarë tregun, ai që tregu vdiq, ikën jashtë. Po kur ikën ai, po ky është problemi, pra ajo që ju e ngrit me shumë të drejtë në fillim të emisionit që the, ore, për brezat që vinë, do të vinë në një moment që ato brezat do na paragjykojnë edhe ne, ore, ju largut. Por pse nuk e bat një hap që të analoni që mos shkojë Shqipëria. Dhe
në vazhdim të kësaj që ju thoni, tek pjesa e oligarkëve, po kthehem tek pjesa e oligarkëve dhe korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sot në Shqipëri ka dalë pothuajse e para ekonomisë ndërtimi. Dhe sot në Shqipëri unë lëviza natën për kuriozitet, shumë qytete të Shqipërisë. Drita të fikut. Jam bosh. Bosh. Me 1000 apartamente bosh. Pyeta në shumë vende ku kisha njohje. Me qindra pallate të ndërtuara me letra falso. Pa dokumentacion të rregullt. Pra, është ajo që oligarkët që në thojza, po i quajmë oligarkë, dhe ato që e kanë dëmtuar ekonominë nëpërmjet korrupsionit dhe pushtetarëve, e kanë kuptuar që do shkojë ekonomia shqiptare një ditë në kolaps. Dhe ato duan që të investojnë parën të ta garantojnë, masi e kanë pastruar në Shqipëri, duhet të investojnë në një shtet tjetër që është më i konsoliduar, që funksionon ekonomia të rregullt, që gjithçka është transparente dhe është e garantuar. Dhe në Shqipëri do vini një moment ajo që tham që Shqipëria nëse vazhdon me këtë ritëm do shkojë në një kolaps ekonomik që do të jetë i paparashikueshëm. Të t'jap një përkrahje, një fakt përkrahas pak për këtë, sepse kam dëgjuar një propagandë të pushtetit që thotë që po janë bosh këto apartamente, po se po blihen nga të huajt. Tani, e para 50% e blerjeve janë bërë me para cash. Ma shumë. Të dhënat e bankës tani, mund të jenë më shumë. Të dhënat e bankës, se unë pyeta kësaj radhë kur ishin, vetëm 20% e kapitalit, vetëm 20% e kapitalit të ndërtimit që bëhet në Shqipëri, në Tiranë, në Durrës, në Fiera diku tjetër, kalon nëpërmjet bankës. Vetëm 20%. Tani, pra këtu kuptohet se kjo ngre pikpyetje, nuk vërteton gjë. Ajo që ka vërteton është kjo tjetra. Është vlera që këto e zëm janë vlerë nga të huajt. Ta marrin pak të mirëqen sikur por u çmendën të huajt edhe erdhën në blen paleta. Tani, e zëm sikur ndodhi kjo. Ai huaj që bën atë apartamentin o do e lëri me qira, në mos nuk do e investoj direkt. Po. Tani, këto investimet, po të ndodhin, do ndodhin në çdo vend të Tiranës, jo në pika të caktuara. Kjo nuk po ndodh. Okej, dakord, i dua në pika të caktuara, se kështu ka ndodhur rastësia, pra po janë marrim ashtu. Do jepnin me qira, sepse ai do mbuloj kostot e mirëmbajtjes së apartamentit, si biznesmen që është. E treta, minimumi kaq. Minimumi. E treta dhe më e rëndësishmja është vlera në GDP. Pra, vlerën që ne kemi që futet në investim, statistikat ishim nga vendet e para në Europë. Dhe vlera që kjo jep në GDP, ishim nga vendet nga fundi në Europë. Tani, t'jesh tek vlera që futet i pari dhe vlera që del i treti, okej, mund të jetë ngoll diçka, po t'jesh nga të parët tek ajo që futet dhe tek vlera që ti merr në GDP t'jesh nga të fundit, këtu ekonomia thot në mënyrë eksakte që këtu ka pastrim parash. Sepse nuk ka asnjë alternativë tjetër, mund të thuash çfarë të duash. Ligjet ekonomike janë ligje ekonomike, nuk më ndryshojnë. Kjo është ligj ekonomik, dhe kjo nuk ndodh. Nuk më ndryshojnë. Në vazhdim të asaj që ju thoni, më bani përshtypje se natyrisht pyeta për shumë gjëra, si funksionon edhe pastrimi i parave. Ato që ndërtojshin pallatet, shkonin dhe ja blenin njëri tjetrit. Me kompani offshore, jashtë e pastaj pa. Dhe tjetra, në qoftë se vlera reale një pallati ishte 70.000 euro, shkruaj 110 tote. Po. Që të kalojnë bank 110, sikur unë kam 110.000. Pra ai kishte kapitalin e vet atje që e futte pjesën tjetër në bank, sikur ma dhe ti blersi. Pra unë e blej apartamentin 70.000, ti më thojë, shkruaj 110. Ti shkruaj se në fundit taksën do pagute ai që ishte duke ta shit ty, më kuptove? Edhe ai futte edhe pastaj parë. Po, ti ke një buxhet pastër, një buxhet piset, ky buxhet i pastër investon, rritet çmimi i kësaj, ky buxhet i piset e blen këtë dhe pastrohet paraja. Dhe një tjetër, për shembull, unë kam shetitë dhe ti e ke shetitë Evropën. I ke në Shqipëri lokalet më të mira se kërkon në botë. Pse? Është pastrim paresh. Aty hyn e pin 5 vet kafe ta ditën, edhe ai fut në buxhetin që myll, që deshti ta bajnë Edi Rama nëse kujtove me futa edhe 30%. Por nuk e la Bashkimi Evropian që i tha jo, stop, se këtu po pastrojnë paresh qeto, që tha ti ke të drejtë mos i ta kesh mbyll bilancin vjetor si kompani, të shtosh edhe 30% më tepër ti fusësh sikur me legalizu, me njoft. Pra, atje është ajo që tham, pra ne do vini një moment që do ekonomia shqiptare do shpërthej, do shkojë në kolaps. Dhe kjo është fajt direkt i shtetit, por edhe i opozitës. Sepse këto argumente që ne bajmë, duhet t'i bajnë edhe opozitarë. Por ka dhe eksponent të opozitës që janë të lidhur me njerëz të tillë dhe nuk flasin, dhe ky është problemi që
njerëzit nuk dalin në mënyrë masive. Ky është problemi. Si sulmohet, unë po ta bëj pyetje ty sot këtu, se ne sot nuk kemi as socialist as njërin tjetrin në studio. Ne jemi qytetarë të lirë. Qytetarë të lirë, kaq. Unë kam mbajtur një qëndrim timin lidhur me këto linja bashkëpunimi që krijohen mes dy partive më të mëdha. Si sulmohen këto linja, pra si prihen? Këto janë shumë të dëmshme. Nuk flas për linja bashkëpunimi, se sigurisht nuk flas për bashkëpunimin që do votohet një ligj dhe do votojnë bashkëpunim për çështjen kombëtare duhet ketë, le të ketë. Duhet ketë, po unë po them pazaret që bëhen bashkë, të cilat dëmtojnë opozitën. Sepse kur ka pazare mes të dyja palëve, atëherë ti krijon tendencën që ne do rrim këtu ku jemi dhe ti do rrish aty ku je. Patjetër. Pra ata prap të pushtetit që bëjnë pazare me individ opozitës i them ju jeni në rregull, strategjikisht ju jeni në rregull. Aty në pa. Tani unë bëj pyetjen ore çfarë duhet të bëj kryesia për të ndaluar këto pazare brenda opozitës, sepse kjo nuk është në interesin ton. Ajo pra që unë prap kthehem është pazari 2008-s. Në qoftë se Partia Demokratike nuk bën me kulpën publike të na gjithë shqiptarëve dhe të thotë të gjitha partive tjera opozitare, more dhe ati qore që thonë është komunist. Po. Në fundit është e drejta ati, ka bindjet e tia, unë respektoj bindjet e gjithë secilit. Në demokraci, liria fillon ku marrën e tjetër. Pra, e jam marrën aty ku fillon e jotja. Pra, e kam fjalën që në qoftë se ti don ti jesh i besueshëm dhe don ta ndryshosh këtë situatë, duhet bësh këtë. Po nuk e bani Partia Demokratike këtë, ti jesh i bindur që do vazhdohet tu, do kemi Edi Ramën prap, edhe diçka tjetër që më shqetëson. Thjesht si demokrat. Ore, ke sa të dush intelektual me shumë vlera, analist në Shqipëri, ke edhe pseudo-analist, ke edhe analist pagum, ke edhe njerëz që s'kan as vlera, por dalin se i qo dikush, që të thonë, Edi Rama vjell, Edi Rama ban korrupsion, Edi Rama ban këte, Edi Rama ban te, dhe i ban, është e vërtet, sa dush, është i pa partijaj, dhe ti dele i thu dhe ti i shërben Edi Ramës kur thu që, ore, Partia Demokratike duhet reformohet. Jo, zotri. Kush e do vërtet Partinë Demokratike do t'i thot reformohu. Kush e do të rri aty ku është, do i thot je mirë. Sepse ka interesat e veta dhe i thot ti je mirë. Jo, zotri. Ti nuk je mirë kur nuk je fitus, ti nuk je mirë kur ke këto që normalisht po presin shqiptarët t'i bosh ti, sepse shqiptarët janë gatshëm. Do të garantoj një gjë. Në qoftë se leadershipi i Partisë Demokratike merr vendimin për ta reformuar vërtet partinë, për të bërë një hap mrapa, për të lënë konkurrencën, për të futur prurjet e reja. Brenda 6 muajve Edi Rama nuk është në pushtet. Sepse Edi Rama është aq i kalbur dhe problemet e mbrëmshme që ka sot Partia Demokratike, Partia Socialiste, rilindja në fakt, se nuk ka Partia Socialiste. Edhe me të gjitha këto afera korruptive që dalin çdo ditë, edhe opozita nuk e nxjerr popullin me bloku. Ja po marr edhe një shembull, Rasi Qenolli, që isha në Shqipëri, i tham njerit nga këtyre drejtuesve që unë i kam miq, i thosh, "Ore zoti, do ju të bëni opozitë reale po?" Thashun, "Po shpopullor Shqipëria po. Sa vet mund të jenë këtu?" Janë 10.000 vet. Okej, thosh, 5.000 ndigjojnë me bë çfarë themi ne? Ha, tha, ç'a me bë? Me marr ton nga një kpuc, shkymë thash, te shtëpia, të grisun, e me shku me hedhë dera kryeministrisë, më thon, "Kjo është kpuca nipit tem që ka ikë në Gjermani. Kjo është kpuca që më ka lënë mesa ime që më ka ikë nga puna ti. Kjo është ajo që nuk më jep meritat që ka marrë filan fakultete të tjera. O, tha, interesante. Po kështu bëhet opozita, thash. Tjetri, me marr qep tashun, apo domatet e dikuj tjetër, me shku mja hedhë te Ministria e Bujqësisë, thash, tan nga një dorë, mos më fol. Aty vijnë mediat ndërkombëtare, më thon. Mbrojtja e prodhimit vendas. Kështu bëhet opozita reale, nuk bëhet opozita thashun vetëm me dal me bë mitinge mik mbrapa. Kjo është fake opozit. Jo tha po se thu. Jo thashun, unë ndjem me keqardhje që e them. Por mu kështu më duket. Se po tjetë reale, do të jetë ajo që do të ketë përplasje reale dhe mos ketë pazare. Dhe pazari është 2008. Për mu, ajo është thelpsori. Po, ishte thelpsori, unë kam edhe për çka ndodh sot, domethënë. Shoh deputet që me shtëpia që kanë, me lidhjet që kanë me individ, cilët janë lidhur me pushtetin. Pra shohim lidhje të vogla, po të shumta. Të shumta ishin. Dhe ky është problemi. Ishte shumta kur bëhen bashk të ndryshojnë ty. Kishte të shumta, sepse më thoshin, filan deputet e ka nusën e vllajt në filan ministri, ka vllajn në filan ministri. Ky ka tek këtu. Pra, unë nuk jam për luftë klasash. Normalisht dhe unë jam për meritokracinë dhe në fundit. Në qoftë se nesër PD-ja vjen pushtet dhe një djalë i ri socialist që mund të jetë një ministri X që ka një formim perëndimor, që është i ndershëm, që bën punën dhe është shtetar, ore duhet rrinë aty. Pse jo? Absolutisht.
sepse në fundit ne jemi për të ecë përpara dhe jo për të kthyer mrapa. Por mendoj që një grup i ngushtë e marrën peng Partinë Demokratike dhe për mua, por nuk u bë ky reflektim, në Partia Demokratike do ta ketë vështirë të vinë pushtet. Dhe e keqja është te shqiptarët, te Shqipëria. E keqja do i bën Shqipërisë dhe shqiptarëve. Kjo duhet kuptuar, domethënë, duan lënë ato egot personale të flamujve dhe duhet kuptuar që ne përplasemi, po çdo gjë i bie në fundit tek populli, tek Shqipëria, tek zhvillimi i tij. Bie tek populli. Bie tek populli. Ta nisa me një mesazh për të rinjt, po ta mbyllim me një mesazh për të rinjt në Mërgat. Është pak më ndryshe për shumë gjëra, ata që kanë lindur jashtë, për atë vetdijen e ulët që mund të kenë kombëtare, edhe s'kan faj, sepse ajo është diçka e cila sigurisht është puna e prindërve, është puna e vendit ku po jetojnë, mund të jetë një vend që ka pak shqiptar, e kupton, edhe është nuk kanë komunitet. Deri te 50% që mund ta çojë që nuk është faji i tyre, 50% unë e them që është faji i tyre sepse ignoranca është zgjedhje e cili do prej nesh nga krau tjetër. Po çfarë mesazhi në rastin tonë motivues se jemi drejt mbylljes, mund të kemi për këta të rinj në Mërgat, flasim, jemi gjithmonë me piketën e çështës kombëtare. Çështës kombëtare. Unë nuk do të fajsoj, nuk do të merrem me fajsime, sepse fajsimet vinë në mënyrë jo reale, sepse me të fajsuar ty sepse nuk kthehesh në Shqipëri, unë jam jo real, sepse jeta jote, familja jote, shumë gjëra janë ndrysh nga ato që mund të jenë në Shqipëri, por unë do ta vazhdoj me një thirrje. Po unë mbas e kthehem, ngale. Dhe mirë do boshe. Dhe mirë do boshe. Dhe më vjen mirë që unë kam përballë një njerëz të tillë që mbas do kthehem dhe uroj të kthehesh. Ti je djali jam me dikush tjetër etj. Por problemi është ky që nuk gjejnë hapësirat. Por ajo që unë u bëj thirrje është kthehi dhe të bëni për vendin tonë, sepse Shqipëria do ta marrë vendin që meriton dhe do të rreshtohet aty ku duhet, kur Shqipërinë ta drejtojnë djemtë dhe vajzat e shkolluar në pranim. Djemtë dhe vajzat që kanë kulturë pranimore, por dhe që kanë aftësi ekonomike që nuk kanë nevojë për shku për të ushit për $1.000, për $2.000, apo për $10.000, apo për $100.000. Dhe Shqipërinë do ta bëjnë ato njerëz që vërtet e duan vendin dhe do sakrifikojnë. Por sa do t'ja krijojë mundësinë klasa politike, kjo është një luftë brezash dhe këtë është e vështirë që ta parashikosh, por kthehem prapë në kohën histori mrapa. Çdo gjë e mirë që i ka Shqipërisë i ka ardhur nga emigrantët që kanë shkolluar jashtë, gjithçka që kanë prur Shqipëri, e kanë prur ato që janë shkolluar jashtë, që kanë pas dhe kanë investuar në Shqipëri dhe kanë kontribuar për Shqipëri. Për këtë arsye, qëllimi këtyre është t'i bëjnë shqiptarët mos ta duan në vendin e tyre. Dhe të largohen. Dhe atyre që largohen mos ta duan me vendin, mos të duan më të dëgjojnë për vendin. Dhe po ja dalin në një arsye. E di pse? Sepse po të flasim ne për politikën shqiptare, ke shumë persona që thonë, po jo mërë jo ti thosh. Se nuk po flasim për duhet ndarë qeveria nga flamuri. Patjetër. Dhe shumë njerëzve, fatkeqësisht i kanë bindur që qeverinë e përzihen me flamurin. Shqipëria thonë, lëre. Pra po i bëjnë shqiptarët mos të duan më vendin e tyre. Kjo është propaganda e pisët. Kjo është e ndyrë. Këtë nuk e ka bërë më thua një diktator komunist i mua, një diktator të çfarë lloj bindje, nuk ka si komunist. Apo jo, që të ketë bërë popullin e tij mos dojë më flamurin e vet. Është për mua se i kanë frikë. Se po ta duan flamurin gjithë Mërgata, miliona shqiptar rrëzohet për 24 orë. Për mua është, kthehem në një sens tjetër, është një mungesë e transparencës në Shqipëri se kush e ka drejtuar Shqipërinë. Por po qysh me zogun, e me Enver Hoxhën, e me rrallë, Shqipëria duhet të ketë transparent për ditë se kushin, sepse dyshoj se mrena politikanëve që kanë drejtuar Shqipërinë ka interesa slave dhe greke që nuk na kanë dashur historikisht dhe janë kanë dy armiq ton kryesor që na kanë marrë 75% të trojeve tona dhe ton jetën kanë përdorur këtë slogan, kanë përdorur këtë teori, shqiptarët s'din me bë shtet,
shqiptarët nuk janë Kjo patriotë, ka qenë shqiptarët teoria, e di. kanë shkuar deri në ato nivele që kanë pa thonë dikur që edhe nga ana biologjike shqiptarët nuk janë si racat e tjera, pra deri aty ka shku poshtësia slavo ruse e greke ndaj kombit ton, por ndoshta ka dhe shqiptarë që shërbejnë interesave ruse dhe greke që kanë drejtuar Shqipërinë ose drejtojnë Shqipërinë. Dhe akuzojnë njëri tjetrin me atë ping-pongun mediatik thjesht për propagandë, por realisht shqiptarët duhet ta dinë vërtetën. Dhe pse nuk hapen dosjet e sigurimit shtetit, po kthen tani diçka krejtë thjesht. Që unë ja kam kërkuar Beris në Këshill Kombëtar në 99-ën. I kam thënë hapi dosjet e sigurimit shtetit. Ta dinë shqiptarët se kush janë, sepse janë pjesa më keqe, pjesa më nyt, pjesa më poshtër që ka fut në burg vllajn, i ka dalë dëshmitar në rend, ka shpif për vllajn e ka fut burg politik. Pra, kjo është dhe një nga hapat që rinia kur të shoh një transparencë dhe të ditë vërtetën, atëherë dhe mund të kthehet dhe kontribon. Sepse një djalë i pastër që ka vlera, është një intelektual i Zotit në të gjitha aspektet, kthehet i pastër atje, pa frikë. Edhe thot, listat hapura, atë që tham, listat hapura, ballavaçim me realitetin, unë jam ky. Asnjë ngarkesë nuk kam, jam i pastër, jam patriot, ky është programi im. Këto janë pikat që unë do kontribuoj për vendin tim, fushën ku jam etj, dhe natyrisht do të ikin klasa e vjetër politike, po të ndodhi kështu. Por ato mbajnë njëri tjetrin dhe ajo 2008 kanë frikë se nuk ndron. Po nuk ndroi 2008, këtu do jemi. Prapë siç jemi, dhe më keq. Fatkesisht, nuk duhet medalin, por thirrja është që se sigurisht ne ju përmbajtëm pra në respekt të temës, çfarë do të bëj opozita që vend përmirësohet, por thirrja jon në fund fare është për popullin. Sepse ashtu siç bën opozita, është populli që bën presionin që kjo opozita bëj, po jo vetëm opozita, po krejt klima kombëtare, krejt çështja kombëtare është e krejt populli shqiptar në çdo vend botës sa ku ndodhet, dhe ne atyre bëjmë thirrje që të çojnë dhe të reagojnë, sepse Margata ka një potencial tepër të lartë, saqë arriti të ndihmonte, nuk ishte vetëm, po të ruante një rol kryesor në krijimin e një shteti dytë shqiptar. Patjetër. Kur ti krijon një shtet dytë shqiptar në Ballkan, që është dy luftrat botërore aty kanë filluar. Problemet nacionaliste më të fuqishme që ekzistojnë në planet. Fillon dhe e treta. Mbase, urojmë që jo. Urojmë që jo. Kur ti e krijon atë në Ballkan, do të thotë që ti po të duash e rrezon edhe atë pushtetin, po ajo është shumë më e kollajshme sa krimi i shtetit nga e para. Dhe më bëhet qefi që ai shtet që kemi krijuar po ja del shumë mirë për shumë gjëra. Votohet atje. Atje votohet. Po. Atje nuk është nuk emërohen si në Shqipëri. Nuk emërohen si në Shqipëri dhe shoh dhe zgjedhjet lokale me zgjedhjet për kryeministër, që shoh që e zëm një qytet që ka votuar për partinë A për kryeministër, voton për partinë B. Për kryetar bashkie. Pra voton individin. Patjetër. Është vlera e individit. Kjo është vlera e individit. Pikërisht, por kjo është ajo që të djathtit kanë, individin, edhe pronën. Edhe kanë duhet ta kenë. Dhe duhet ta kenë. Dhe duhet ta kenë. Sepse çdo gjë nis nga individi. Kjo është vërtetim shkencor njëherë, nuk është psikologjike, është neurologjike, është gjithçka nis nga individi. Çdo motivim, çdo burim, kjo është diçka që është vërtetuar ndërkohë dhe nuk do të jetë më në diskutim. Individi, familja, prona. Pikërisht. Atëherë shumë faleminderit që na ndoqët, do të jemi sërish të premten që vjen live me Tru Podcastin dhe të shtunën që vjen me emisionin Qendrim nga unë Teddy Mene në ACTV USA. E falenderoj Marku, nuk e di nëse ka diçka që do të shtonte, se unë dora direkt në mbyllje. Jo, të falenderoj edhe ty dhe bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që të reflektojnë për të mirën e kombit, jo të partive. Zgjohuni nga gjumi, se ndonjëherë edhe ato ëndrat bëhen realitet duke u zgjuar, jo duke fjetur më shumë. Natën e mirë, mbrëmjen e mirë, kudo që jeni çdo vend botës. Ju duam, prandaj ju kritikojmë. Se po mos ju donim, nuk do të kishim kritikuar. Mirupafshim.